Tregojmë edhe shenja teorisë edhe të ngopjes, të cilat nënat shumë po kanë interes edhe po mundohen me mësu edhe për nënat që për në ndjekin, cilat janë shenja teorisë të ngopjes? Po, për shembull, një fëmijë qetë, një fëmijë që flen rahat, nuk i nevojë me marrë edhe me shti në gji. Një fëmijë që është i mbledhur, i rahatshëm, do me thonë nuk ka nevojë. Kur fillon pak një parahati, kur enën kokën, kur mundohet dorën me shti në gojë, këto janë shenja të hershme, të cilat na tregojnë që është koha me fillu edhe me shti fëmijën në gji. Është shumë e rëndësishme me reagu qysh në shenjat e hershme, në mënyrë që pastaj edhe kur kalohet në shenjat më vonshme të qarat, ajo parahati, edhe ajo është një shenjë, do me thonë që nuk ka uri të tepër, ku edhe që atëherë fëmijët nuk ka me mujt me gjetë atë rahatin, se u tepru me një farë mënyre, ku që mundohemi nënat me eduku që sa ma shpesh mi shti në gjinë në bazë të nevojave të fëmijët, por natyrisht edhe instikti nënës, kujdesi nënës sa herë që nëna është të nevojshme. Orare nuk themi, çdo 2 orë, çdo 3 orë jo, asnjëherë, por sa më shpesh aq më mirë, sepse ndihmon në edhe bebi mësohet me thith më mirë, po edhe furnizimi me qumshtin e gjirit vetë se krijohet, stimulohet.